Moj më burë. Po, pa më nga. Po e ja dhe marrë të më burë. Po s'del më burë. Po më burë. Ka sa mundesh me majta? A dhe më për të të në me kry. Ka sa vetë ka majta. A thoni shumë shumë, se i një apru. Po qatë fillon. Profesor, një humbje sot në Shkodër besoj djek minutat e fundit. Sa i ke qartë ndjeni? Tani të tem nga filim i pari, dua të uroj festat Vllazni, sa sot ishte 107 vjetë, po. Tani për në deshe, pa tjetër jam shumë mërzit, sepse mendimi tim mendimi tim ne jemi merituar me shumë, sepse luem mirë, ishim edhe rastet për golat, por kjo është e futbol edhe nuk i di çfarë më të them me shumë. Për para fundit direkt në intervistat pak si më humor, ishim mirë me barazim 1-1. Po, sepse e tash unë ne jemi sulmoj do shonojnë goli, edhe erdi goli në momenti dur. Meriton qunat minimuj barazim, por e tash edhe njerë, futboli është e bukur sepse deri minuta fundit, deri sekunda fundit ti nuk i di si të shkon në ndeshje. Do qash masa ndeshje apo do qesh, do më thonë... Shumë tension në fush, edhe pas përfundimit, sa e qëfar ndolli, besoj... Ti e drejt. Tension midis lojtarët doshta nuk kishte gjithë kohës. Tani ne fundit lojës nuk i di, sepse unë isha brenda, nuk i di qëfar doli, por ti e drejt. Neve, si klubi Elbasani edhe si tifozat, kemi shok të unë Shkodë ekipi Vllazni edhe nuk e di pse ishte tensionuar edhe nga kraut Vllaznis edhe nga kraut Elbasani. Profesor, sa ndjen skuadra, por edhe qyteti presionin e objektivit titull? Jo, presoni ka çdo ekip. Jam sigur ka një presion i madh edhe Vllazni. Do më thonë, presioni është pjesa lojës, pjesa futbolli, ne jemi regull, ne jemi brenda objektiv, por kemi edhe, nëse jam drejt, sa kemi 12 javës, edhe gjitha është hapë. Por diferencën me Vllaznin dhe shpethërohet, sa ndikon për vazhdimsinë? Okej, tani, ne jemi në vendit tret, kemi një pik me pak nga vendi Dut, Ignatia ka 23, edhe kemi 6 nga Vllaznia, por edhe njerë kemi 16 javës edhe për mendimin tim gjitha është hapu. Tani doshta kur moroj kampionati mund të flasim pak me shumë. Profesor, te Elbasani keni një lojtar shkodran si Dedaj, e kemi parë pak luaj, çfarë ndodh, çfarë nuk shkon me të? Pat deri tani ai edhe kur ishte tu me Juve nuk ishte shumë aktivizuar. Tani me ne ai është një lojtar talentuar, por kemi shumë lojtar, konkurenca është fort, ai do vazhdoj me punë patjetër edhe doshta një ditë një ndeshje mund do kapi shans. Sukses. Faleminderit.